أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك ثم أما بعد falënderimet dhe lavdratat I takojnë Allahut Gjelle Gjelaluhu I cilën na beqatoi me të mirat e ditës shumëta salatat selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mbi familjen e tij shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit Allahumma amin Javët në vazhdim, duke filluar prej sonte, do të flasim në disa fjalë fillimisht në mënyrë pak më të shkurtër, pastaj tematikat që kanë të bëjnë me këtë libër risale të vogël të Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, do të mbajmë prej tematikave ligjërata të veçanta. Fillimisht të mësojmë këto që janë libër, pastaj për çdo tematik prej problemet e më të rëndësishme që sillen në tokën e muslimanëve apo në xhamatin e muslimanëve, do t'i shjellojmë si tematika të veçanta. Libri apo risalja e radhës për të cilën flasim është Nawaqidul Islam, negacionet e Islamit. Ashtu siç dietarët e muslimanëve kanë shënuar në për librat e tyre, në librat e fikut për gjërat të cilat e prishin abdesin, gjërat të cilat e prishin agjërimin, gjërat të cilat e prishin namazin, gjërat të cilat obligohet t'i ban njeriu para namazit, në namaz, shtyllat e namazit, sunetet e namazit dhe kështu me radhë, edhe të abdesja njëjtë, edhe të gusli njëjtë dhe kështu me radhë, prej tematikave të shumta, njëjtë dietarët kanë shënuar edhe në gjërat të cilat I aprishin njeriu besimin. I aprishin njeriu besimin. Pra, sonte fillojmë me këtë tematikë të flasim për disa negacione të cilat I ka sjell hoxha në këtë libër dhe nuk janë të gjitha këto, ka shumë më shumë se këto që I ka cek hoxha, mirë po në përgjithësi më shumë që ndodhin dhe veprohen prej anës së njerëzve janë këto 10 negacione që I ka cek Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Në këtë cikël të ligjëratave, do të thonë jashta shtjellimit të tematikave, inshallah Allah na mundson për çdo negacion prej 10 që I ka cek ka një ligjërat, pas kësaj do të cekim dhe tematika tjera. Po fillimisht do të cekim si tematika e qëllim kryesor të jetë prej shtjellimit të kësaj që t'i mësojna për vete dhe të ruhemi që mos veprojmë diçka prej këtyre. Pastaj vazhdimi I tematikave do të jetë çështja e gjykimit të tjerëve, në qoftë se I veprojnë këto negacione apo të ngjeshëm me këto, më të rënda se këto, më të lehta se këto, se çish e marrin gjykimin dhe kur e marrin gjykimin dhe çish e kanë hukmin në shariatin e Allahut subhanahu taala me detalizime të rëndësishme se arsyetohet dikush që I bën këto negacione, arsyetohet dikush që e bën njërin prej këtyre negacioneve me ignorancë, me mosdije edhe kështu me radhë, pra tematika të rëndësishme që kanë të bëjnë krejt me këtë libër dhe me problematika të cilat ndodhen terren. Domethënë, prej këtij negacioni, 3 tematika janë apo 4 tematika janë prej më të rëndësishmeve, të cilat janë prezente në terren tek shoqëria muslimane për fat të keq. Negacioni I parë, negacioni I tretë që I cek me rënd, negacioni I katër edhe negacioni I tetë. Jo se të tjerat nuk janë prezente. Po këto 4, këtu sillet problematika shumë e madhe në terrenin apo në botën e muslimanëve tek muslimanët. Gjykimi, mos gjykimi, çysh është edhe kështu me radhë. Tematika e parë të cilën flet hoxha thot: Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim, i'lam anna nawaqid al-islam 10. Ka thonë Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Dëgjoni me vëmendje shumë, kanë fol pak më kadale
që t'i mbani mend, pastaj ligjëratën e ndëgjoni edhe një herë të shtëpia, edhe merrni shënime për definicionet, renditjen, klasifikimin e gjërave që vinë në këtë libër. Pse? Se ko pas kohë kena bëu pyetje përgjigje. Ko pas kohë kena bëu pyetje përgjigje për shkak se këto negacione janë shumë të rëndësishme më mësu, se në këto negacione bin shumë njerëz. Allahu na ruaj. Tha hoxha, dije se negacionet e Islamit janë 10 negacione. Kanë thënë dietarët. Negacionet e Islamit janë më shumë se 10. Çështja e negacionet e Islamit, dietarët e kanë klasifikuar në kapitullin e riddes, në librat e fikut. Pra në librat e fikut kur lexojmë kapitullin e pastërtisë, kapitullin e namazit, zakatit, agjërimit, haxhit, xhihadit, shumë prej mëdhëve xhihadi, urdhën të ndalimin nga keq edhe xhihadi, dhe vjen kapitulla e riddes. Vjen kapitulla e riddes dhe kush janë njerëz të cilët bëjnë ridde. Dhe kur e marrin gjykimin, çu e marrin gjykimin, edhe kështu më radh. Pra negacionet e Islamit janë më shumë se 10, po këto 10 janë që më shumë bin njerëzit to. Dhe pothuajse janë me pajtimin e krejt dietarëve negacione. Pra pothuajse këto negacione janë me ixhma të gjithë muslimanëve. Me ixhma të dietarëve, këto vepra janë negacionet që nxjerrin njeriu prej feje. E ka negacione të shumta që kanë polemik dietarë. Apo na e kena një libër të përkthym dhe është folën tematikën të mëdhëbi Hanefit, për shembull, të Hanefit bëjnë tekfir edhe i konsiderojnë për negacionet e Islamit shumë gjëra shumë të vogla, shumë pak të vogla i konsiderojnë për negacionet e Islamit. Mirë, po këto 10 janë me ixhma të dietarëve të muslimanëve se këto vepra janë negacione të Islamit. الناقض الأول من نواقض الإسلام. الأول الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومنه الذبح لغير الله كما يذبح للجن أو للقبر. Kjo është fjala e Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Negacioni i parë, shirku në adhurim ndaj Allahut. Shirku në adhurim ndaj Allahut. Thot Allahu subhanahu wa taala, me të vërtetë Allahu nuk i afal askujt që bën shirk, dhe fal gjithçka pos shirkut. Pra fal gjithçka pos shirkut në kategori prej gjunaheve, mëkateve tjera. Jashtë shirkut e fal Allahu subhanahu wa taala. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala, ai i cili i ban ortak Allahut, me të vërtet ati Allahu ja ka bërë të ndaluar xhennetin. Përfundimi i tij është në zjarr, me të vërtet për të padrejtit, për zullumçart nuk ka ndihmues. Wa minhu, dhe prej ti, pra prej shirkut, është me thel kurban. Me thel kurban, sikur ata të cilët therin kurban për ndonjë xhin ose për varreza. Pra negacioni i parë është shirku. Para se me fol për shirkun, do të me fol për obligimin e parë. Apo kjo është negacioni i parë. Sendi më i rrezikshëm, e keqja më e madhe, rreziku më i madh që mundet njeriu me veprua është me i bë shirk Allahut. Gjithçka në kategori më poshtë se shirku janë më pak të dëmshme se sa shirku. Se sa shirku. Pra rreziku më i madh që mundemi na me veprua është shirku. Allahu na ruaj. Me qenë se është shumë e rëndësishme, është shumë e rrezikshme me u vepru kjo lloj vepre, atëherë besimtari duhet me qenë syçel, me qenë me dituri të mirë, me fjalë të Allahut dhe fjalë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe shpjegimet të dietarëve të muslimanëve, me shpresë që mos të vepron këtë shirk, për shkak se vepra e tij që ka shumë në rrezik të madh. E sa është rreziku i madh? Rreziku është aq i madh saqë
njeriu i cili vepron shirk dhe me shirk shkon te Allahu, atij s'ia fal Allahu. Njeriu i cili shkon tek Allahu me shirk, atij nuk ja fal Allahu. Sa është i madh ndryshe thën ndryshe ai që shkon te Allahu me shirk të madh, krejt punt e mira çka i ka vonë këtë dunjë, asnjë nuk i pranon te Allahu. Do me thonë, në qoftë se në regjistrin e njënit prej neve ka shirk, Allahu na rujt, të madh, posaçërisht të madh, të gjithë veprat çka i bëna në këtë dunjë, do shta mundi mu lodh e mu raskapit në këtë dunjë duke bë punë të mira, megjithatë në fund, atje te Allahu nuk pranohet kurrë. Te Allahu nuk pranohet kurrë. Pse? Për shkak se tha Allahu në Kur'an, ai që i bën shirk Allahut, me të vërtet ati Allahu ja ka bo haram xhennetin. Ja ka bo haram xhennetin dhe përfundimi i tij është në zjarr të xhenemit. Edhe për të padrejtit, për zullumçarit, nuk ka shpëtim. Do thonë kjo është rreziku i shirkut. Para se me fort thash për shirkun, do të flasim shkurt për tauhidin, për shkak se kanë thonë dietarët wa bi dhiddihi tatabayyanu al-ashya'u. Qëse flasim për njënën, e kuptojmë të kundërtën e saj. Por qëse flasim dhe definojmë të nxeftin, e kuptojmë atë ftoftin pa fol për ftoftin hiç. Qëse definojmë errësirën ç'është duhet, e kuptojmë dritën. Pse? Se e kundërta e errësirës është. E nxefti është e kundërta e ftoftës. Edhe kështu më radh. Tauhidi. Çka është tauhidi? Të gjithë ne jemi musliman, jemi besimtarë, inshallah, muahida që e njësojmë Allahun, mundohemi ta ngrisim fjalën e Allahut xhela xhelaluhu, mundohemi ta adhurojmë Allahun sinqerisht dhe mos i bëjmë ortak Allahut në adhurim. A ka dikush më na thon neve çka është tauhidi? A din dikush më na thon neve çka është tauhidi me definicion? Ktu prej neve në mesin ton ka vllazni që kanë prezantuar në ligjëratat e mëhershme që kena mbajt me shënime dhe kanë marrë shënime. Dhe besoj që ato vllazni që kanë marrë shënime e din definicionin ose e kanë të afër definicionin. Po tjerë që jena adhurues të Allahut dhe mundohemi që adhurimin ta bëjmë veç për Allahun dhe larg prej shirkut. Çka është tauhidi? Kështu në krye e dina çka është tauhidi. Po unë kam qef definicionin. Thash vllaznit të cilët kanë qenë prezent e din. A ka dikush pit vjetërve që ka qenë prezent në ligjëratat Kitabut Tauhid ose ligjërat të tjera apo në Marjul Qabul që kena fol me definicionin? Hajde besnik. Adome. Nësimi i Allahut në adhurim. Këtë që e tha vllau mos e përmend emrin, është një prej definicioneve që e kanë përmend dietarët. Mirë po, është një definicion tjetër më gjithëpërfshirës. Në sendet të cilat janë specifike vetëm për Allah. Pra, tauhidi është ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi fi rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Kjo është arabisht që e tha besniki në gjuhën shqipe. Pra, është njësimi i Allahut, vllau e tha në adhurim. Kjo më gjithëpërfshirës është njësimi i Allahut në të gjitha gjërat që janë specifike veç për Allahun. Në rububie, në uluhie, edhe në asma o sifat. Tauhidin dietarët e kanë nda disa në dy kategori, disa në tre kategori. Kuptimi është i njëjtë. A e ndajmë në dy, a e ndajmë në tre, nuk ka diçka që nuk përshihet. Do ta flasim atë që është më shpërndarë tek njerëzit. Tauhidi që ka njësimi i Allahut në gjërat të cilat janë specifike për Allahun. Pra gjithçka që është veç për Allahun, duhet me e bëhet veç për Allahun. Në moment që ajo e cila është veç për Allahun, ja përshuhem dikujt tjetër pas Allahut, pra ja japim komplet dikujt pas Allahut, apo e bëjna barabart bashkë me Allahun, kjo është shirku, që shkëna me e përmend. Pra njësimi i Allahut në çështje që janë specifike vetëm për Allahun. Tauhidi ndahet në tre kategori. Tauhidi rububie, tauhidi asma wa sifat dhe tauhidi uluhia. Tauhidi rububie do të thonë njësimi i Allahut në krijim. Pra,
me njësu Allahun, me besu Allahun, se Allahu është i vetmi i cili krijon, se Allahu është i vetmi i cili furnizon, se Allahu është i vetmi ai i cili jep jetë dhe vdekje, se Allahu është i vetmi i cili është mbikëqyrës i universit. Dhe gjërat që kanë të bëjnë me Allahun xhella xhelaluhu, me krijimin e Allahut subhanahu wa taala, me atë që Allahu është në rububien e tij. Rabbul alamin, kur themi, Zoti i botrave. Alamin çka është? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Falënderimi apo i lavdruar qoftë Allahu Zoti i botrave, kthehet në shqip. Po alamin mas saksisht çka është? Kanë thënë dietarët, alamin është gjithçka pos Allahut. Allahu është Zoti i të gjithëve, subhanahu wa taala. Pra tauhidi rububiyya do të thonë njësimi i Allahut në atë, me besu se Allahu është krijuesi, Allahu është furnizuesi, Allahu jep jetë, Allahu jep vdekje, Allahu është mbikëqyrës i universit. Tauhidi asma wa sifat, çfarë më thon? Tauhidi i emrave dhe cilësive të Allahut. Do të thonë, me besu se Allahu ka emra të bukur dhe cilësi të larta. Dhe me këto cilësi dhe emra me e adhuru Allahu subhanahu wa taala, dhe këto cilësi dhe këto emra me pas ndikim në jetën tonë të përditshme. Me pas ndikim në jetën tonë të përditshme. Pra me besu se Allahu emërtohet me emrin Ar-Rahman, emërtohet me emrin Ar-Rahim, emërtohet me emrin Al-Aziz, dhe emrat të cilat kanë ardhur në Kur'an dhe në sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe besu se Allahu ka cilësi subhanahu wa taala, dhe këto cilësi të Allahu xhela xhelaluhu me pas ndikim në jetën tonë. Pra Allahu shikon. Me besu që Allahu shikon dhe shikimi i Allahut me pas ndikim në jetën tonë. Mos me vepru vepra të cilat nuk janë të hishme para Allahu xhela xhelaluhu, me na ardhmarrë pe Allahu, se Allahu është duke na shiku, se Allahu është duke na vëzhgu, Ar-Raqib, se Allahu është duke na ndëgju. Edhe kështu me radhë. Kjo është tauhidi i emrave dhe cilësive të Allahut. Tauhidi uluhije, çka do të thonë? Njësimi i Allahut në adhurim. Tauhidi uluhije do të thonë njësimi i Allahut në adhurim. Do të thonë veprat tona, të cilat na i veprojna, namaz, agjerim, çka do që të bëjna për veprave, ti bëjna për me arrit kënaqësinë e Allahut. Ti bëjmë sinqerisht për Allahun subhanahu wa taala. Çka është edhe tauhidi? Njësimi i Allahut në atë që është specifike vetëm për Allahun, në rububia, uluhia, edhe asma o sifat. Në atë se Allah krijuesi, furnizuesi, mbikëqyrësi, edhe kështu me radhë, në atë se Allah ka emra dhe cilësi të bukura, dhe në atë se adhurimet tona duhet i bëjmë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Çka është shirku? Negacioni i parë, shirku. Çka është shirku? Wa bi dhiddihi tatabayyanu al-ashya. Shirku është e kundërta e tauhidit. Shirku është e kundërta e tauhidit. Tauhidi çka thon? Njësimi i Allahut në atë që është specifike vetëm për Allahun. Tauhidi, shirku çka është? E kundërta e kësaj. Barazimi i Allahut me dikant tjetër pos Allahut në gjërat që janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. A kuptum? Është shumë e thjeshtë. Do të definicioni duket pak e tallavit, ama shumë e thjeshtë. Me barazu Allahun me dikant tjetër, apo dikant tjetër me barazu me Allahun në gjërat që janë veç për Allahun subhanahu wa taala. Me besu që dikush mund me kriju pas Allahut. Kjo është shirk rububia. Adhurimin tant me e bo për dikant tjetër pas Allahut. Adhurimi thamë bëhet veç për Allahun. Në moment që njeriu këtë që është veç për Allahun e bën edhe për dikant tjetër pas Allahut, kjo është shirku. Pra, barazimi i dikujt tjetër pos Allahut me Allahun në gjërat që janë veç për Allahun është shirk. Pastaj dietarët e kanë ndarë shirkun në shirk të madh dhe në shirk të vogël. Shirku i madh çka është? Barazimi i dikujt tjetër pos Allahut me Allahun në gjërat që janë veç për Allahun, e me të cilën njeriu del prej feje. Dhe barazimi i dikujt tjetër pos Allahut me Allahun në gjërat që janë vetëm për Allahun, me të cilat njeriu nuk del prej feje. Këto vepra me të cilat njeriu del prej feje dhe veprat me të cilat njeriu janë të këqija por nuk del prej feje,
ku i mësojnë në këto? Çish i dinë në këto? Në Kur'an dhe në Sunet. Prej veprave me të cilat njeriu del prej feje, të cilat duhet mi bëj vetëm për Allah, e njeriu i bën edhe për dikat e pas Allahut, është shirku. Është shirku. Pra, me e adhuru dikan tjetër pas Allahut subhanahu taala, ose me e adhuru dikan pas Allahut, ose me e adhuru dikan bashkë me Allahun. Me e adhuru dikan bashkë me Allahun subhanahu wa taala. Thot shpjeguesi, wa shirku al-akbar anwa'uhu kathira. Shirku i madh ka shumë lloje. Shirku i madh ka shumë lloje. Thot madaruha ala arba'ati anwa'. Mirë po ato sillen në 4 lloje. Shirku i madh ka shumë lloje të shirkut, mirë po krejt sillen në këto 4 lloje të shirkut. E para, shirku da'wati. Shirku i lutjes. Shirku i lutjes. Tha Allahu subhanahu wa taala, fa idha rakibu monumentash. Shirku ka shumë lloje të shirkut të madh, mirë po ata sillen në 4 kategori të shirkut të madh. Këtu sillen të gjitha. E para, shirku në lutje. Argument, thot Allahu, fa idha rakibu fil fulki da'u Allaha mukhlisina lahu ad-din, falamma najjahum ila al-barri idha hum yushrikun. Kur ata hypin anijeve, pra ndet, da'avullahe mukhlisina lahu ad-din. Ata e lusin Allahun sinqerisht. Për ka është të folë Allah këtu? është të folë për jo besimtar, për mushrik. Kohës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të tjerë. Kur kanë hyrë deti, në anije janë tutë shumë prej detit, kur kanë ardhur dallgat e mëdha, prej frikës, si kanë lutë mos zotat që i kanë tokë. Se e din që ato në tokë kur gjonsu ju bëjnë. E kanë lutë Allahun sinqerisht. Kanë kërkuar ndihmë prej Allahut. Falamma najjahum ila al-barr, Allah thot, e kur na i shpëtum, i nxjerrëm tokë, idha hum yushrikun, ata i banin shirk Allah subhanahu wa taala. Ata i banin shirk Allah subhanahu wa taala. Hadithi i Husajnit, babait të Imranit. I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa zota i ki lutë sot? Ka thonë 6. Ka thonë 6 zota. Njën qiell, 5 në tokë. 6 zota i ka lutë. 6 statuja, idhuj, që ka dhuru pas Allahot, ama me këto 5 edhe Allahon e ka lutë. E ka adhuruar. Ka thonë njën qiell, pra Allahon qiell, mbi 7 ka qiell, edhe këto qiell në tokë. Shqipëria sa që i ka thonë, sallallahu alaihi wasallam. I ka thonë, kanë e ki për në zorë. Kanë e ki kur jenë zorë, kanë e ki. Ka thonë, alladhi fi s-sama. Kur jam zorë, a i naltë. Më thonë, kur o puna serioze, atë naltë veç, që a i naltë e sos punën. E kur është puna kështu, i adhurej të tjerë. Pra, në kone pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pas mushrik, të cilët vini rej në atë që e cikit tash më vonë, të cilët kur kanë qenë zorë të madh, kanë lutë Allahun sinqerisht. Allahu ju kanë ndihmu, ata kanë bërë shirk Allahu subhanahu wa taala. Thot hoxha, shpjeguesi, e bje citatin e Sheikhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhabit nga libër tha 4 rregullat. E rregulla e 4. Kjo është shumë e rëndësishme. Kjo në kohën e Muhammed ibn Abdul Wahhabit rahimahullahu taala në zamanin tonë është edhe më shumë e theksuar. Thot anna mushriki zamanina aghladu shirkan min al-awwalin. Thot mushrikt e zamanit tonë, për kohën e Abdul Wahhabit, para 200 viteve, e hajt, e para në zamanin tonë që është edhe më vështirë, thot mushrikt e zamanit tonë janë më të këqin shirk se sa mushrikt e parë. Janë me shirk më të vrasht, më të keq, më të rand se sa ata të parë. Pse? Thot li anna al-awwalina yushrikuna fi ar-rakha'i wa yukhlisuna fi shidda. Ka thonë për shkak se mushrikt e parë i kanë bërë shirk Allahut kur janë konë rahat. Ama kur janë konë zor, sinqerisht ju kanë lutë Allahu subhanahu wa taala. Por kur kanë qenë zorit më të madh, e kanë lutë Allahun. Kur kanë qenë bullok, rahatlëk, i kanë bërë shirk Allahu subhanahu wa taala. Thot wa mushriku zamanina shirkuhum daiman fi ar-rakha'i wa fi ash-shiddati. Thot mushrikt e zamanit ton shirkun e bëjnë tan kohën, edhe kur janë rahatlëk, edhe kur janë zor. Bile, kur janë zor, ala më shumë bëjnë shirk Allahu subhanahu wa taala. Për adhuruesve të varrezave,
dhe të tjerëve që adhurojnë dikën tjetër pas Allahut subhanahu wa taala janë të vazhdueshëm në shirk ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kur janë zor dhe kur nuk janë zor. Ato të partë kur kanë qenë zor e kanë adhuruar vetëm Allahun subhanahu wa taala. Kur kanë qenë rahat i kanë bërë shirk Allahut subhanahu wa taala. Wa qala rahimahullahu taala, dhe në parathënien e librit 4 rregullat thot Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, idha dakhala ash-shirku fil ibada fasadat kal hadathi idha dakhala fi at-tahara. Dëgjoni mirë. Thot kur shirku futet në vepër, në adhurim, pra kur njeriu në adhurimin që e ban edhe shirk, ky adhurim asgjësohet, prishet. Ashtu qysh prishet abdesti prej papastërtisë. Për negacionin të abdesit, kur ban njeriu në negacion prej nevojën e madhe, nevojën e vogël, prishet abdesi apo? Thot qysh prishet abdesi, njëjtë edhe kur të bësh shirk, prishet vepra. Shikoni çka thot subhanallah. Fa idha arafta anna ash-shirka idha khalat al-ibada afsadaha wa ahbata al-amala wa sara sahibuhu min al-khalidin fi an-nar, arafta anna ahamma ma 'alayka ma'rifatu dhalika la'alla Allah an yukhallisaka min hadhihi ash-shabaka wa hiya ash-shirku billah. Thot në qoftë se e kuptove se nëse shirku futet në adhurim, e prish adhurimin, e asgjëson. Adhurimi nuk është i pranuar. Dhe vepruesi i këtij adhurimi është prej banorëve të zjarrit përgjithmonë, ti dush me e kuptue që kjo mesele është meselja më e rëndësishme që ti dush me mësue. Me shpresë që Allahu të shpëton prej këtij rrjeti, e ky rrjeti është shirku. Pra kur njëri e kupton se shirku nëse veprohet, ja prish këtë veprën, vepra është e papranuar, te Allahu kërkush të në ndihmon, dhe vepruesja asaj vepre me shirk është përgjithmonë zjarr të xhenemit, duhet më kthjell edhe me kuptuar se kjo meselë që ka kryesorja. Kjo meselë që ka kryesorja dhe meselë që duhet me harxhu ditën dhe natën në mësim dhe praktikim të saj. Me shpresë që Allahu të na shpëton prej zjarrit të xhenemit dhe të na fut në xhenetin e tij subhanahu wa taala. Lloji i dytë prej këtyre 4 kategorive të shirkut, të cilat sillen shirke tjera, e dyta është shirku niyati wal iradati wal qasd. Shirku në niyet dhe në qëllim. Çka e ki niyet me vepër? Thot Allahu subhanahu wa taala: "Men kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Thot Allahu subhanahu wa taala, ai i cili e ka synim e jetën e kësaj dunjaje dhe zbukurimet e saj, nuwaffi ilayhim a'malahum. Na ja mundsojna veprat që i bojnë, ja mundsojna me arrit qëllimet e tyre në këtë dunjë, punojnë edhe kështu me radhë, na ja mundsojmë. Thot Allahu subhanahu wa taala, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Me pa këta njerëz te Allahu nuk kanë kur gjë jashta zjarmit të xhenemit, wa habita ma sana'u fiha, dhe u asgjësohen veprat që i kanë bë në dunjë, wa batilu ma kanu ya'malun, dhe është e pavlefshme veprat të cilat ata i kanë vepruar. Dhe janë pavlefshme veprat të cilat ata i kanë vepruar. Thot Ibn Qayyim rahimahullahu taala, amma ash-shirku fil iradat wan niyyat fa dhalika al-bahru alladhi la sahila lahu. Thot Ibn Qayyim, shirku në nijetën, qëllim, pra çka do me bëhet me atë vepër, qëllimi është ai ki dhe ai ki, domethënë kur i bën shirk Allahut në qëllimet e tua, në niyetet e tua, thot ajo është deti pa bregdet. Është deti pa bregdet. Wa qalla man yanju min, dhe shumë pak janë ata që shpëtojnë prej saj. Thot shumë pak kushi shpëton prej saj. Kush janë këta? Ata të cilët me veprën e tyre kanë për qëllim dikant tjetër pos Allahut, apo e bëjnë nijet diçka tjetër jashtë afrimit te Allahu me atë vepër, apo dëshirojnë shpërblim për atë vepër që e kanë bë, faqad ashraka fi niyatihi wa iratihi, ky njeri ka bë shirk, Allahut në nijet. Wa ja'ala shirka niyati shirkan akbara mahmulan ala ma kanat jami'u a'malihi muradan biha ghayra wajhi Allah. Thot
Ibn Kaimi e ka përmend shirkun në niyet në kategorinë e shirkut të madh për atë njeri i cili krejt punë t'i ban për dikë tjetër posa Allahut subhanahu wa taala. Çka u thon beksona? Se ka mundsi në njeriu me bënë punë jo për Allahun, mirë po nuk bëhet çafir. Nuk ban shirk të madh, nuk del prej feje. Që është marrë të shirku i vogël tash në vazhdim. Amma man tara alayhi riya, fa për shkak se ka mundësi ati me ju paraqit ndonjë syfaqësi, e cila është prej shirkut, thotë huwa shirk wa huwa min shirk al-asghar, dhe kjo prej shirkut të vogël. Dhe kjo është prej shirkut të vogël. Kategoria e tretë, shirku ta'a. Shirku i nënshtrimit. Për shirku ta'a e kena mbajt dikun 17 ligjërata. Special veç për këtë shirk në tematikën e demokracisë, parlamenteve, gjykimit që me ligjin e Allahut edhe kështu me radhë në këto tematika. Çka është shirku ta'a? Nënshtrimi, thotë, nënshtrimin ndaj priftave apo rabinave të jehudëve në mëkat ndaj Allahut subhanahu wa taala. Thotë Allahu xhalla xhelaluhu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masiha ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Thotë Allah, ata i kanë marrë për zota priftat dhe rabinat e tyre posa Allahut. Edhe Isain të birin e Merjemes e kanë marrë për zot. Kurse ata nuk u patën urdhëruar për diçka tjetër, jashta që të adhurojnë vetëm një të adhuruar. La ilaha illa hu, që nuk meriton të adhurohet dikush posti, i lartmadhëruar është ai, i pastër është ai prej shirkut që ja bëjnë njerëzit. Këtë ajet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lexoi në prezencë të Adi ibn Abi Hatim radhiyallahu anhu. Kur e lexoi këtë ajet, ky sahabi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Inna lasna na'buduhum." Do të thonë para se pranoi Islamin, i ka thonë, po na nuk i kena adhuruar, na nuk i kena bëu ibadet priftat edhe rabinat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tha: "Alaysa yuharrimuna ma ahalla Allahu fatuharrimuna?" Ata a nuk e bëjnë haram atë që Allahu e ka bërë halal dhe ju e konsideroni haram? Wa yuhilluna ma harrama Allahu fatuhilluna? Dhe ata e bëjnë halal, e konsiderojnë halal atë të cilën Allahu e ka bërë haram dhe ju e bëni halal? Fakultu bela, thot ky sahabi Adi, thot po. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa tilka ibadatuhum. Kjo është adhurimi i tyre. Kjo është adhurimi i tyre. Pra, me ju nënshtrua priftave ose rabinave në zamanin ton, deputetëve, të cilët i bëjnë halal haramin apo e bëjnë haram halalin, është prej shirkut që e nxjerr njeriu prej feje. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala për me bë një ndarje, në definicionin apo në rreth të hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot wa haula alladhina ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba haythu ata'uhum fi tahlil ma harrama Allah wa tahrim ma halal Allah yakununa ala wajhihi. Thot ata të cilët ju nënshtrun prifta dhe rabinave, kur ata i ndryshun dispozitat e Allahut subhanahu wa taala, këto njerëz, pra pasuesit, këto të nënshtruarit, ndohen në dy kategori. Kategoria e parë, en ya'lamu annahum baddalu din Allah, fayattabi'unahum ala at-tabdil wa ya'taqiduna tahlil ma harrama Allah wa tahrim ma ahalla Allah ittiba'an li ru'asaihim ma ilmihim annahum khalafu din ar-rusul فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. Kategoria e parë janë ata të cilët e din që priftat apo rabinat e kanë ndryshuar feje, e kanë bë atë që Allahu e ka bu halal të ka bu haram dhe të kundërtën, thot mirë po e kanë ditë dhe i kanë pasue të mëdhajt e tyre duke e ditë se ata janë duke ndryshu fejnë a Allahut subhanahu wa ta'ala, thot kjo është kufër dhe këtë Allahu e ka konsideru prej shirkut, edhe pse ata nuk kanë bu as sejdë, as ruku, as nuk janë falë për ta, dhe thot ai i cili i pason të tjerët
në kundërshtim, ata të tjerët që janë kundërshtim me fenë e Allahut subhanahu wa taala dhe e di që ata janë kundërshtim me fenë e Allahut subhanahu wa taala dhe beson sa të cilë kanë thonë është e vërtet, thot ky njeri është mushrik, sikur ata që e kanë bërë halalin haram, haramin halal. Kategoria e dytë, an yakuna i'tiqaduhum wa imanuhum bi tahrim al-halal wa tahlil al-harami thabita. Thot kategoria e dytë janë ata të cilët besojnë që halali është atë që Allah ka bërë halal, harami është atë që Allah ka bërë haram, mirë po i pasojnë të partë të tyre për shkak e kepshit. Thot kategoria e këtyre janë kategorinë e njerëzve që bëjnë gjunahe, sikur njerëz që bëjnë gjunahe. E di që kjo haram është, ama e bën gjunahe, me shpresë Allahu me ia fal nëse pendohet Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo kategori e dytë nuk bëjnë shirk Allahu subhanahu wa taala. Por janë sikur kategoria e njerëzve që bëjnë gjunahe Allahu subhanahu wa taala. Dhe e katërta, shirkul mahabba, dashuria, shirku në dashuri. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Ka për njerëzve që kanë marrë zot apo Allahut i dojnë ata që shëdojnë Allahun subhanahu wa taala. Pra dashurinë që kanë për Allahun e kanë të njëjtë edhe të njëjtë për zotat e tyre të tjerë pos Allahut subhanahu wa taala. Thot Ibn Qayyim rahimahullah: "Wa hauna arba'atu anwa'in min al-mahabbati yajibu at-tafriqu bainaha wa inma dhalla man dhalla bi adam at-tamyiz bainaha." Thot dhe kena katër kategori të dashurisë. Dhe obligohet besimtari ta din dallimin mes tyre për shkak se kanë deviju, kush ka deviju, për shkak mos dijes në këtë lloj dashurie. Thot e para, mahabbatullah, dashuria ndaj Allahut, pra me dashur Allahun. Me dashur Allahun. Wala takfi wahdaha fi an-najati min adhabillahi wal fawz bi thawabihi. Thot dhe kjo e vetme nuk mjafton. Dashuria me dashur Allahun. Kjo e vetme nuk mjafton që me shpëtu prej dënimit të Allahut edhe me fitu shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Fa innal mushrikina wa ubad as-salibi wal yahud wa ghayruhum yuhibbun Allah. Për shkak se mushrikt, adhurues të kryqit, edhe jahudit e dojnë Allahun. E dojnë Zotin. Pra, a duhet me dashur Allahun? Nuk diskutohet kjo çështje. Obligohemi me dashur Allahun xhelal xhelalu. Mirë po, e vetme veç me dashurinë ndaj Allahut nuk shpëtojna. Çka duhet me bëj tjetër? Thot mahabbatu ma yuhibbuhu Allah. Me dashur atë çka e do Allah. Me dashur atë çka e don Allah subhanahu wa taala. Wa hadhihi hiya allati tudkhiluhu fi al-islam wa tukhrijuhu min al-kufr. Wa ahabbu an-nasi ila Allah aqwamuhum bihadhihi al-mahabba wa ashadduhum fiha. Thot me dasht atë çka e don Allahu dhe kjo i fut njerëzit në Islam dhe i nxjerr prej kufrit dhe më i dashuri te Allahu është ai i cili është më i mirti në këtë kategori të dashurisë. A keni qartë? Pra Allahu e don shariatin, me don shariatin. Allahu e don pejgamberin se me dash pejgamberin sa stem. Allahu e don me nushu Allahut, subhanahu wa taala. Edhe kështu më radh. Kjo është dashuria ndaj asaj të cilën e don Allahu subhanahu wa taala. E treta, al-hubbu lillah, dashuria për hir të Allahut. Dashuria për hir të Allahut subhanahu wa taala. Thot wala yastaqimu mahabbatu ma yuhibbu illa fihi. Thot dhe nuk mundet më u plotsu, dhe nuk mund me qenë e drejtë që duhet dashuria ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe dashuria ndaj asaj që e don Allahu, pas atëherë kur njeriu don për Allah. Don për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe e katërta, al-mahabbatu ma Allah, dashuria me Allahun. Pra me dash dikan me Allahun subhanahu wa taala, wa hiya al-mahabbatu shirkiyya, dhe kjo është dashuria e shirkut, kur njeriu e barazon në dashuri dikan tjetër me Allahun subhanahu wa taala. Pastaj thot hoxha, wa min ash-shirki al-akbar aidan adh-dhabhu li ghayri Allah. Dhe për shirkut të madh njëjtë është me therr kurban për dikan tjetër pos Allahu subhanahu wa taala. Tha Allahu në Kur'an: inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Thot me vërtet namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Pra ka njerëz të cilët
Thelin kurban për gjinët, që më mbrojt prej sherrit të gjinëve, thelin kurban. Thel dikush kurban që më mbrojt prej sherrit të gjinëve në pragën e shtëpisë, ose në temelet të shtëpisë, edhe kështu me radhë. Thelja kurban për dikant tjetër pos Allahut është shirk i madh. Dhe thelja kurban për dikant tjetër pos Allahut nuk ka shirk të vogël, këtë është shirk i madh. Këtë është shirk i madh, Allahu na ruaj. Thot faman dhabaha lil awliya'i wal asnami aw lil jinni. Thot sigur ata që thelin kurban për evliat e tyre, për xhin, për statuja, për idhujt, edhe kështu me radhë. Shirku i vogël, kategoria e dytë është shirku i vogël, që njeriu një vepër e bën për dikant tjetër pos Allahut, mirë po nuk del prej fejes. Mirë po nuk del prej fejes. Prej llojeve të shirkut të vogël është me u betu në dikant tjetër pos Allahut. Pasha kët, pasha mu betu dikant tjetër pos Allahut subhanallahu teala është prej shirkut të vogël. Allahu na ruaj. Me pas kujdes mos me i bë shirk Allahut në këtë vepër. Pra kur të betohemi, me u betu vetëm për Allah, vetëm në emën të Allahut. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush betohet në dikant tjetër pos Allahut, faqad kafara aw ashraka. Ka bo kufër apo ka bo shirk. Ka bo kufër apo ka bo shirk. Dhe prej shirkut të vogël është syfatësia. Syfatësia për njerëzit. Yesiru ria. Pra syfatësia e vogël, se ka syfatësia e madhe që e kanë munafikat. Çka syfatësia? Me e bën një vepër jo për Allah. E kjo vepra jo për Allahun, ka mundësi me nxjerr komplet dy feja, Allah na ruaj. Syfatësia e madhe, shkoj mesela e munafikave që e thojnë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah veç syfatësi para njerëzve, kështu në esencë nuk besojnë, kjo është e madhe. Del komplet pi feje dhe syfatësia e vogël është që ndonjëherë njeriu gjatë veprave i përzihet njëti. I përzihet njëti, e bën për dikan, e bën për një interes për interesave tjera, me këtë njeriu nuk del prej feje, mirë po është prej shirkut të vogël dhe polemik ka mes dietarëve, a ja fal, a nuk ja fal Allahu subhanahu wa taala, edhe pse ajetet kuranore flasin që nuk ja fal Allahu subhanahu wa taala shirkun askujna. Thot, dhe ka qenë prej duas që ka bë Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu, Allahumma ij'al amali kullahu saliha. O Allah, bane veprën time të gjithë veprën të mirë. Waj'alhu liwajhika khalisa. Dhe bane që këtë vepër ta bëj sinqerisht për fytyrën tënde, për ty. Wala taj'al li ahadin fihi shay'a, dhe mos jep hise askujt, pra ma mundëson që mos t'i jap hise askujt pos teje në këtë vepër. Thot hoxha, wal amru li ghayri llahi lahu halat. Vepra jo për Allahun ndahet në disa kategori, disa fotografi. E para është vepra kur bëhet jo për Allahun, e pastër jo për Allahun. Do të thonë krejt veprat njeriu i bën jo për Allahun. Sigur mesela munafikave të kohës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që janë shtirë që janë musliman, për fakt e kanë shif kufrin e tyre. To janë çështja e munafikave. Kategoria e dytë, an yakuna al-amalu lillah wa yushariku ar-riya, fa hadha lahu halatan. Thot është kur vepra është për Allahun, mirë po gjatë veprës njeriu bën syfatësi. Thot kjo ndahet në dy kategori. Në qoftë se shirku është prej fillim dhe në qoftë se shirku paraqitet në gjatë veprës. Nëse shirku është prej fillim, kanë thënë dietarët nuk pranohet. Pse? Se ka thënë Allahu xhela xhelaluhu, unë jam më i panevojshëm me mbo shirk. Kush më bën shirku mua, e kam braktis atë dhe shirkun e tij. Në qoftë se shirku paraqitet gjatë veprës, janë një veprë e bën për Allah, x veprën e bën për Allah, mirë po gjatë veprës paraqitet syfatësia. Kanë thënë dietarët, në qoftë se i paraqitet, e largon, nuk i bën dëm. Vepra pranohet te Allahu subhanahu wa taala. Po në qoftë se i paraqitet dhe vazhdon, kjo ndahet në dy kategori. Në qoftë se vepra bëhet për hir të Allahut, po gjatë veprës paraqitet syfatësia, kjo vepër, në qoftë se largohet me njëherë syfatësia, vepra është tamam, nuk ka problem. Në qoftë se e vazhdon syfatësin, kanë thënë dietarët që kjo vepër do të më këshir se ndahet në dy kategori. Vepra e cila
fillimi dhe mbarimi janë të lidhta. Sikur namazi, kur ti më fal drekën, fillim dhe mbarim janë të lidhta këto vepra. Në qoftë se fillimi dhe mbarimi janë të lidhta dhe ti e vazhdon sifatsin, vepra prishet. Allah i na rujt. Këtë ka thonë Mëxheriri, at-Taberi. Në qoftë se vepra, fillimi dhe mbarimi nuk janë të lidhta, nuk janë bashk, për shembull, leximi i Kuranit. Lexon Kur'an për Allah. Lexon. Moment vjen dikush dhe ti e prish niyetin. Vjen dikush dhe paraqet sifatsia. Në qoftë se e vazhdon sifatsin dhe nuk e largon, atëherë leximin e Kuranit që ke bë tutje nuk pranohet, ama leximi që ke bë deri tash është i pranueshëm. Pse? Për shkak se i bë për Allah. Për shkak se fillimi dhe mbarimi i kësaj vepre nuk është i lehtë, është leximi i Kuranit, edhe punë tjera. Po ka shumë punë që na mundna me bë, e të cilat nuk janë të lehta fillimi dhe mbarimi. Urdhrimin të mirë, ndalimi nga e keqja. Mundesh me arrit me fol 1 saat, 2 saat, sinqerisht. Mas 2 saatve me të prish njëti pak. Këtë vepër që ke fol 1 saat, 2 saat pranohet te Allahu, por shkak se nuk është e lehtë fillimi dhe mbarimi. Ajo që nuk pranohet te Allahu subhanahu wa taala. Elusim Allahun që Allahu të na ruaj për shirkut të madh të vogël. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.